Kush është ai kryesori tonë? Do të më njoft ta kryesori. Orbrea? Orbrea? Po. Çka ka thonë Orbi? Orbi, kur flet për thoqën e për këtë sene, nuk ka bre kjo mirë bre, mu çu me fol kundër çkës bre. Bre sa pas na ky e kanë. Po jo mo çe ki videon e keni internet e ki. Jo, videon ti. Për bëj po, në internet e ki. Prandaj ai se fol kundër çkës. Ato do të më vron guj, me nere. Çfarë edhe shukë ta? Kush do të qoftë ai? Jo, do të vron guj, kush fut. S'kem nevojë me këtë temë, unë po them ajo është drejtë, po kë më not me ftjell me. Jo, me ftjell unë kërkej pyetja ime është lëvizja e Deçanit apo do bën jashtë shtetit për me deklaracion. Çka kanë me bë? Ta vesh me një pyetje. Çka keni me bë për 28 nëntor? Nesër. A keni ndaj aktivitet bacan vetë? Kena grand ora 12 kush do më ardh, kena një koktel me festuar. Me birra e kështu? Me birra me raki. Se edhe ju zëri kisha marr. Kena dashur dheve për këta, nëse duhen. Jo, po për mua është nënçmë me marr pjesë ato të bime. Pse? Unë po kërkoj për ty diçka më të madhe me bu për vendin. Të parët e tyre që ka thonë vetë katolik, ata kanë lëbu, ata janë vrarë. Kush për shembull? Po i ki për shembull po janë përsekutuar e ki Hoçka të Prishtinën e këta janë konë këta kanë qenë bashkë sa dre. Këta janë veç zhurmaxhi. Janë zhurmaxhi që ti kim pension. Unë po pyes që 3 herë. A ka bu lëvizja e Deçanit një skem qysh me njoft Vatikani Kosovën, ky më thot s'ka nevojë na jena. A ka bën ai ftes për me njoft Vatikani Kosovën? Fal pasat gjë. Atë në sheft. Vesh kur ta pinza për. Vesh kur ka në sheft a? Vesh kur kemi na po aty. Vatikan. Ai një ju Vatikani televizje. Po pyetje more po. Po dai, po pyetje. Kjo është pyetje unë. Po është po duam i kallzu këtina. Sa është kompetent. Pani mu kallzo. Kallzoj kur dolën. Shkon ta prish punën, kjo po do. Ky shkon të prish punën. Ku? Vatikan shkon të prish punën. Për me ku sa prish punën dia? Po çish gab. Pastaj me. Okej, po vaj. Po. Apo kallzon ti mua, kush u zon pe lëviz Deçanit, lëviz për rikthim, shqiptaria, kufet orbit, kush u zon me neve kundra shtetit ose këto organizata terroriste. Kush u zon? Pe ju e u zonin me plot. O zonë me petë për doraj Yndri Selimi, o zonë 2 vllazët Gashin Fush Kosovë, o zonë ata aty dosh me menu Badocin, o lirusi me kusht shkoj pe këtu drejt shkoj e vron atje në Siri, u vron. Dhe me thonë, kret hajnit, kret tradhtit, kret terrorizmin e dalin pe xhamijave. As jes duhet për lëviz Deçanit, as duhet për lëviz për rikthim, as duhet për kufitor. Në rregull. Okej. Hajde kallzoma ne apo cili duhet për ne. Ledhi të përgjigjem. Është i korruptum, cili është i tradhtum, cili e shit interesat kombëtare. Hajde kallzona cili. Po, hajde po. Fal. Unë ti numëroj. Hajde pore antarët e televizës së Deçanit kur e kanë mbajtur fillimisht takimin e kopshëm, për shembull atje në Deçan që nuk i kanë liu me mbajtje për një sallë madhe. I kopshëm si s'po lëna ju me kollot. Jo më me kollot, po ka do tash përgjigjna. Pse do? Po, ja, pse. Këta janë domethënë televizë që nuk janë faktor e para. Unë kam kërkuar edhe për trimve. Nëse vërtet këta janë praktikues të kësaj feje, këta duhet me pas kujdes dhe përgjegjësi për flamurin që po e bartin. Lëvizja e Deçanit, njerë kanë thonë lëvizja për me e sulmu fenë islame. Tani ka thonë për neve në armeq, edhe Serbia edhe islamistat. Tani s'dite që me bu, lëviza për i këthim. Kanë qitë të një falë degzimi aty. Unë them shumë qartë. Këtu është përgjegjës do të Gjergji, që këmë thonë prej fillimit. Se do vjen momenti, jo tash e po pyt, do plasëm as 3 vite, 5 vite, 7-10 vite. Çfarë do ndodhë nëse dikush prej tyre del që ka marrë ndonjë fond nga Serbia, ose nga ndonjë çark tjetër, nga ndonjë lëvizje tjetër për me destabilizu gjendjen, sepse forma dhe esenca që që paraqesin këta lëvizje të Deçanit, se janë të rrezikuar nga islamistat, nga fundamentalistat, nga terroristat, po e bojnë qatë mesazh që ka pos Artemia sa vite. Nuk janë këta të rrezikuar për muslimave. Askush nuk e nol gjonin mi thon ose me kërsnu, ose me shoh, ose me fy. Kërkush në rrugë. Vallai as që e njojnë tyve. Si intereson kërkonja. Ai do me fal drejtë, shkon e fal, nuk intereson ku shkon Xhoni. Xhoni nuk ka qenë as musliman praktikues edhe para se me pranu fen katolike. Edhe vet ka thonë që në mision, unë s'jam katoj veç kum hi çatë për çështje kombëtare. Po, po çështje kom thon. Po tham apet. Unë tash ka i thon Xhonit, edhe atyre që besojnë Xhonit, se nëse ke kalu dhe e bu Xhon, vallai kur se bu më shqiptar se on. Asnjëherë. Kur se bu më shqiptar se on. Për këtë qëllim, ata që duhen të bu katolik, shkojnë e pranojnë fen edhe praktikojnë.
Këta ishe për çdo ditë në për mediume, duke fol fjalë fyse, linquese për kon, për xhallarët, në një, për xhamijat të ndërtohen në dy. Për raste që ka ndodhur më herët, po nuk është përgjes as hoxha fehem, as ai tjetri nëse urzon dikush duke bërë spionazh ose andej. Ti në Evropë ki plot katolik, ki njerëz që nxën shteti, nuk ti kategorizon si fe. Filan fisteku, u kry puna. Nuk ki nevojë, edhe pak më i përmene 50 milion ka shku atje, po mas po na jena 250.000 shqiptarë që janë në Zvicër, 400.000-500.000 në Gjermani, po këta janë duke ndërtu shtetin bashkë me çata qytetarë. Çka jeti kundër nëse jetojnë muslimanë në Evropë? Kur vetë zonja Merkel... Unë kundra, ata vetë Evropa po do mi largue, se 40 milion porrin si qorrat, pimojnë si qorrat, apo merr vesh ti. Edhe pidha vëndonën fëmijën 13 vjet. Peshtyn plakën metro me kom, po bjehun e bus ploka. Po që ti përgjigjna këtina? Fëmijën 13 vjet, burrit 55 vjet për dhënën. Sadre. Një rast, 2 rast, 3 rast, 50. Po kena po si rast e për edhe në tjera? Falvesh pak. Edhe katolik bre koplot të tyne që e bënën rastin e bëtën, po kërkush nuk e përmenë se katolik. Falvesh pak. Evropa, Amerika, Australia dhe Kanada. Nëse nuk i nolin këta, na kena me ero para Po kush janë këta? Para juve. Po kush para ju? Unë jam vllojti në këmbë. Ti nëse mu fshe armik. Kadal. Ti jetu e nëzit ju i një duke nëzit urrejtje fetare. Ta po thënë, brother muslim, këtë botën, ku konë muslimanën vllazën. Apo qëtë? Qashtu është? Edhe ju katolikët thoni, na katolikët jena vllazën. Cilin minoriteti i ka mbron qëtasht? A shkalit, a gorant, a ka një ka përfatësën të ishtë? Una? Unë ju morë me folë tu për qështën 28 nëntor dhe për lëbimin. As nuk ju morë në cilësin me folë. Ti qëtashti si vllazën musliman, si i kena në Kosovë, i kena Ashkalit, Garant, Egyptian, Rom. Bosnjakt. Shqip. Ja, po mëse është se edhe kishterë kena sërbë, ti shta shqapë. Kadal, në Shqip po fuli. Po qka, a i kiti vlonin i sërbë kishterë? Vllazët musliman, po thënë, këtë botën janë një, edhe kam vlla. Po ti a i kiti vlonin i sërbë? Unë nuk i kam krishtan këtë botës vllazën. Nuk i kam këtë... A i ki italionin vlonë? Jo, se kam vlonë. Sadre, apo veç pak ti përgjinat të pyetja që e boni, njerëzit që më prek në lufta në lindjen e mesme, ne dim shumë që ka ndodhur për 9/11. Edhe gjatë rrugtimit tim që e pota prej Tushis për në Malezi andej, qelloi aty një gjermane, e tha, çka mendon tha për ta që kanë orë kallabllak Gjermani? Thash, rregulloni shtetin, mos shitni më armatim atje. Mos shitni më armatim ja shkatru Irakun, e Sirin, e Libin, e Egjiptin, e Palestinën, këta njerëz këtë kthehen atje. Se kur Iraku e ka pas dollarin e fort, e ka naftën, po i ka shkatru tërsisht, kush i ka shkatru ato shtete? Mos i kanë shkatru muslimanët. Pse kush? Që to shtetet e Evropës i kanë shkatru. Në vjetë ata. Ja, se në vjetë. Prandaj, këta njerëz kanë probleme psiqike. Siri, kush luftoi në Siri? Kush ka luftuar në Siri? Vetëm pak kush ka luftuar në Siri? O Gjon, këto janë probleme që shtetet e mëdha i kanë nisur luftra. Lufta sot shumë mirë ka thon papati ju. Thot nga paqja nuk po ka fitim. A nga luftrat po ka fitim, se po shitet armatim. Ne dim shumë mirë, domethënë rastin tash me Palestinën. E shkatroi këtë Gazën. 60.000 fëmijë u mbytën. Nuk i vrojti ata kërkush për vllaznia musliman. I vrojti domethënë ai Gjakpisi, Miloševići i dytë, Netanyahu. Hamosi.